Nëse do të vazhdojë Sali Berisha aty, unë të prag nuk e ka përcej dot më. Se s'bën sens. Sepse unë e kam nga parime, nuk kam gjë personale kur me Sali Berisha. S'kam, nuk kam pas as për turp ta them që kam pas babain tim shpirtëror, na ka udhëhequr, kam pas, ka fut politike, pavarësisht kontributet mia, shumë gjëra tjera. Por nuk shtyhet më gjëja që do të thotë unë nuk luftoj për një mandat time, për një rrogë time personale. Nuk e bëj dot, nuk mund të shtihem dot, nuk jam hipokrit. Sepse po të kishe zgjedh rrugën unë të ishe lëpir, vazhdoja në servilizmin, se përpara këtyre kam pasur një me Sali Berisha, kam 20 vite, se 5 vjet kemi ngel aty që kemi qenë nga 2005, bëja lesaj, mos spa, unë nuk mbaj me kush ka qenë, edhe të këta shem, edhe të këta s'ka qenë duke në të kohë. S'ka qenë? Këto kemi qenë, edhe Frexhafera në pal. Tjerët nuk kanë qenë. Pra unë mund ta bëj gjithë tillë. Pavarësisht ka kërkuar, pavarësisht kam thonë, dhe unë jam ndarë për 2 momente me Sali Berishën, mbas 21 mbas prillit të zgjedhjeve të 2021-shit, ku kam thonë që Lulzim Bashi duhet largohet. Sali Berisha tha jo, tha ai volli Rama zgjedhjet, do vazhdojmë me Lulzim Bashi përpara. Në një kohë që 12 qershor i gjithë këto tregojnë vetë që i vodhin votë të tjerëve dhe bën Lulzim Bashi dhe në shtatorën ndam asaj. Unë ndam për interesa personale.